Ky emision përkrahet nga IPCO. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Shtunë dille. Check it out. Sigurisht, duke u futur në sezonin e verës edhe sportoni kam ndryshu pak intervistat, zakonisht i presim njerëzit e sportit me në ardhën konak, sa radhe kam në bo konak kjo fush e tenisit, po jo veç e tenisit, e shumë sporteve pranë fakultetit të edukimit fizik, kemi diskutu për një sport që është besoj shumë veror. Bëhet fjalë për sportin e tenisit edhe kom e pas në emision ose në intervist, Jeton Hajdarin, i cili është një ish kampion i tenisit, aktualisht është edhe pjesë e sportit universitar të tenisit. Ka edhe një klub cilin do të na njoftoj edhe më të reja të këtij klubi, por edhe me aktivitete tjera. E ftoj Jetonin me ardhë, me na përshëndet edhe me nis intervistën me të Jeton. Përshëndetje. Jone, faleminderit shumë për ftesën, edhe që keni ardhur, që keni gjetë kohën me ardhë. Unë dëshiroj me pak fjalë të filloj dhe t'ju informoj që sukseset e mia, domethënë në sportin e tenisit kanë fillu dukshëm edhe më mirë, duke ju falenderuar, nuk mundem pa i thënë sepse kum pas një mbështetje shumë të pa rezervë, një zë i fuqishëm është domethënë profesori im i nderuar Florian Miftari, i cili është dekani i fakultetit, dhe po ashtu edhe profesori Mus, i cili më besoi që punën që të jem edhe koordinator i ligës universitare të tenisit. Kështu që pa mbështetjen e tyre, dhe kjo fushë është fushë e fakultetit të edukimit fizik, ku unë si tenis, si nish kampion, rikthehem dhe është nder dhe privilegj me qenë pjesë e fakultetit të edukimit fizik, që unë tani fal që profesori Florian ishte një zë shumë i fuqishëm që unë t'i vijoj edhe trajnimet master në Komitet Olimpik, të jem njëri prej tenisëve të gjeneratës së parë, kështu që për mua kanë qenë shumë risi të mira, dhe unë gjithmonë jam mirënjohës dhe falenderues, sepse kjo për mua është shenjë ky vend, edhe këtu buron një dija, domethënë është një dije të cilën vazhdimisht unë gjithmonë e kultivoj, duke ju falenderuar edhe menaxhmentit, edhe profesorëve të denjtë të fakultetit të edukimit fizik. E përmende pak a shumë në hyrjen në intervistë edhe për temat që kemi diskutuar. Ajo që ka përdu me ditë është që e përmende një ligë universitare të tenisit. Tregona pak qysh është situata, a do me fillu tash në këtë kohën e verës, edhe qysh ka mu zhvillu garimi, se ka besoj sportista që presin që të sezon për me i zhvillu shto gara dhe të vazhdojmë pasaj me folë dhe për gjana tjera. Po joni, na garat e ligës universitare i kemi përfundu në gjitha kategoritë, po ashtu edhe ka përfundu edhe kategoria e ligës domethënë së tenisit, ligës universitare. Pjesëmarrja është solide, me të themi, kështu që kemi pas edhe privilegjin të shkojmë edhe në turneun barkombëtar në Durrës, kur edhe ne kemi triumfuar si federat me shumë trofe nga të gjitha lamit sportive. Pa qenë kjo fushë kështu e nivelit, si të themi, domethënë me standard, ku mund të zhvillohet, asune si tenis nuk mund ta zhvilloj, edhe posaçërisht pa domethënë pa një program i cili është si rrjedhojë që ne e kultivojmë në ligjëratat në nivelit master, unë nuk do të isha domethënë i suksesshëm, kështu që e tërë performanca ime është ajo e cila, si të themi, domethënë në një sistem të shumë profesionistëve, dhe për mua është nder, gjithmonë me aktivitetet që janë sa i përket sportit të tenisit. Okej, verës, zakonisht kemi qenë më shumë me qytet tenis për flas për veten, a ka një aktivitet që kemi mundna me përmend që ndërlidhet me fakultetin sa i përket tenisit, edhe diçka që ndoshta është mirë me më përmend që ka më ndodh më i vazhdim. Duke ju falenderuar domethënë menaxhmentit dhe posaçërisht domethënë iniciativave që i ka domethënë dekani aktual
kemi ne edhe si student, edhe si profesionist të sporteve. Unë posaçërisht domethënë në tenis ka shumë ide të cilat do të implementohen, kemi shumë hapësirë për ne, për punë, dhe do të ketë domethënë shumë projekte në vijim. Unë edhe vetë si klubi kam disa ku i mbaj domethënë ushtrimet e mia. Dhe kjo. Liga universitare vetë se po fillon ngritjen e saj. Unë jam shumë optimist që edhe gjinia femërore edhe ajo e meshkujve po rritet. Kështu që unë kam qenë si lojtar profesionist dhe si trener mirë, po tani për mua ka edhe një ngritje më të mirë profesionale, sepse është privilegj me qenë pjesë e institucionit, si të më themi, mund ta përmbylli si akademi e sporteve. Pak a shumë na tregove edhe aktivitetet sigurisht që kanë me urrit, po flasim tash pak për sportin e tenisit. Sa ka interesim jeton për sportin e tenisit, përmendën gjininë e mashkullit dhe femra, më shumë ndoshta për femra, për shkak që është një sport që ka një farë zotni llaku dhe një farë hije. Po në përgjithësi çysh e sheh që pjesë? Interesimin unë e shoh gjithmonë sipas domethënë një vlerësimi të grup moshave domethënë të reja. Po që se kemi grup mosha të reja të cilët ushtrojnë, por ndoshta më tepër mund të ketë edhe kështu në mënyrë rekreative që vinë të luajnë, ajo është dëshira e gjithkujt. Mirë po për mua si njeri i cili dëshiroj të prodhoj lojtar të cilët mund të kenë rastin edhe në vitet e tyre, atëherë duhet me fillu që në moshën shumë të re, në moshën 7 vjeçare, 8, dhe pastaj në mënyrë sistematike me punu. Mirë po, tenisi është i hapur edhe për njerëzit të cilët janë mbi moshën 20 vjeç ose 30, edhe mund ta gjejnë edhe domethënë ka interesim. Mirë po, mund ta flas gjithmonë në realitetin që vrulli shumë i madh si në sportet të tjera, siç janë domethënë top sportet, basketbolli, handbolli, futbolli, ta themi, ne kemi një numër domethënë të paktës solid. Unë për veti jam i kënaqur në vendin ku jam lind, jam rrit, edhe vazhdoj ende në karrierë domethënë akademike, në studimet e larta, kështu që jam në rrugë të mirë. Në rrugë mirë, po besoj që është një mundësi e mirë për ata që të paktën një herë më arë me provu tenisin, ndoshta nuk i bin pishmën edhe me ushtru për qefi. Flasim pak për shkollën ose për klubin që e ki, është klubi toni i tenisit, tregona pak sa antari ka, se sa tenist janë aty, edhe qysh punohet, sidomos më intereson me ditë në pjesën e dimit. Po tregona pak një informacion se si funksionon. Po, unë duke u nis gjithmonë nga përvoja ime shumë vjeçare ku që në moshë domethënë shumë të re, që i kam mbi 25 vite, domethënë punoj si trajner, edhe i certifikuar. Unë emrin është në bazë të shkurtesës, sepse gjithë më thrashin Toni, kështu që ajo është një emër të cilën e kam vendosur, mirë po në mesin domethënë të njerëzve të cilët unë jam ai i cili i pri pari, mirë po kam edhe shumë domethënë miq të cilët në baza vullnetare janë pjesë e klubit, dhe edhe unë si trajner domethënë nuk kisha mund domethënë në vitin 2022 me 5 maj unë edhe licencohem domethënë si klub. Të jetën time ja kanë kushtu tenisit si i ri, ende kam çka me dhanë, ende jam në mënyrë sistematike punoj, po duhemi të jemi një elan, është një sport që duhesh të jesh model për një fëmijë i cili është 10 vjet ose pak më i ri, dhe ai domethënë nga ti merr edhe gjithmonë elemente të mira. Sa antarën, sa garusi ki, a keni numër? Kështu ato domethënë variojnë. Unë servis edhe këtu të cilët janë
të grupmoshave të ndryshme, të cilët varësisht gjithmonë edhe prej prindërve është një rregull, vendosin, marrin pjesë në gjithë turnet, por në përgjithësi na kemi një numër shumë të vogël të garuesve, domethënë mirë, po çka mund të themi shumë e rëndësishme në masovizim, edhe sa më tepër me dasht fëmijët pa pas as shtytje apo presion që vetëm fitoria apo vetëm si domethënë rezultatet të menjëhershme. Shëndeti fizik është domethënë gjëja primare, është një sport i bukur i cili zhvillohet mes dy personave ose domethënë 4, mirë po edhe procesi stërvitor mund të jenë të përfshijm 5 deri në 7, mund të jetë edhe orë grupore. Dhe gjithmonë numri varion. Në vite, ndoshta viti mbi vit dallon, varësisht edhe prej dëshirave. Mirë po, unë jam shumë i kënaqur, unë jam aktiv gjithmonë në bazat ditore. Jetën që më intereson me ditë është, a ka brum ose mundësi, sepse sporti i tenisit me veç është shumë specifik, sidomos në pajisje edhe njëhet si një sport i shtret, në kuptimin e pajisjeve, në kuptimin e zhvillimit, a ka të paktën brum të sportistave që mundën me tregu në një tarme që thënë nëse në një moshë të re fillojnë, me kriju një bazë të mirë për një tenis stabil themi, sepse rangjet e nivelit nalt që dallojnë sigurisht shumë për shkak edhe kushteve. Po, joni faleminderit për pyetjen. Brumi krijohet kur fillojnë domethënë moshën 8 vjeçe. Unë gjithmonë fokusohem se në rangun botëror gjithë mund të fillojnë 12 ose 14. Mirë po, ajo puna rutinore që nuk pauzojnë në kohën e vjeshtës apo të dimrit. Dhe ato e kam domethënë si një sfidë jetësore që në mënyrën shumë briljante, domethënë unë ndërtoj lojtarë si gjinisë femërore ashtu edhe mashkullore, mirë po gjithmonë jam si më thonë në kërkim të një pune edhe më të mirë, si në aspekt fizik, në aspektin kondicional, po ashtu edhe në aspektin psikologjik. Atë që ma parashtrove se si janë tenistët të jashtë, ata punojnë në mënyrën si të gjithë të tjerët, edhe ne punojnë mirë, po gjithmonë e kanë si cak që të ruhet sportisti dhe pa dallim nëse se ka ndonjë ndeshje që nuk i ka shku, ata të gjithë janë në disa nuanca të vogla, domethënë dallojnë, dhe gjithmonë ajo sjellja e mirë e trejnerit që edhe në aspektin motivues dhe në aspektin psikologjik e mban lojtarin më tepër duke motivu, duke jap kënaqësi, sepse nuk është edhe krejt ajo vetëm tek fitoria. Rreziku më i madh është që super lojtari të humbet, dhe ajo është luftë edhe trajnerit, edhe prindit, sepse ai duhet të mbetet në atë sport. Rreziku është që mund ta lë domethënë atë tenisin, kështu që në disa raste unë nuk ndalem, domethënë me punu mirë, po në disa raste edhe mundohem që sa më tepër ajo punë të mbetet edhe për një tarme. Sepse në moshën 12 vjeç, 14 vjeç është një periudhë ku të gjithë të rinjët kanë ambicie, domethënë për me mri atë rangun, që të jenë brum i mirë për turnet e Tennis Europe edhe të ITF, si International Tennis Federation. Mirë po, të gjithë ata punojnë në mënyrën shumë çdo ditë, dhe unë për veti kum qenë, duke i viju ato domethënë si lojtar, mirë po gjithmonë është edhe koordinimi dhe ajo gjithmonë duke pas se ata ndoshta pjesën më të madhe deri në moshën 16 vjeçe e kanë kënaqësi, nuk e kanë më do e mos
fitoren. Apo edhe parat, që është shumë e rëndësishme. Po nuk preferohet me rregulla ndërkombëtare, deri në moshën 16 vjeçë preferohet që gjithmonë ai të mbahet. Mas moshës 16 vjeçë, atëre fillojnë edhe ato ai ti menaxhoj, ndoshta ka fatin secili lufton që me pas ndonjë sponsor ose ku ta di unë. Ajo është një rang të cilën unë ndroj të ndërtoj lojtar, mirë po jo vetëm të ndërtojmë lojtar me ambicie, si ta themi me fjalë, por dëshiroj çdo ditë të gjersitem me punë, por edhe gjithmonë edhe me çdo ditë që mi informu edhe prindërit, sepse prindërit janë ata motivuesi, shtysi shumë i fortë i fëmijëve për me arrit sukses, mirë po ka raste që edhe të informohen profesionalisht prej trenerit që të kenë kujdes edhe në aspektin psikologjik, sepse fëmija në trening ndoshta është super mirë po mas terenit mund ndodhë çalon ose e merr ndonjë indicie kështu një farë lloj si presioni, edhe ajo mund të ndesh në sukses. Kështu që kjo hall ka trener, prind dhe nxënës është një sen që duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Edhe të koordinum Edhe të koordinum, edhe e gjithë puna mbaret pastaj mbas 4 viteve në mënyrë atëherë bjen rezultat qaj për me pa prej 20 tenisëve të rinj, 2 medalë për mua është një arritje domosdoshmë shumë e madhe. Sot e të reprezentacioni i Kosovës që ndeshet në garat evropiane është pjesë e tenisëve të cilët vijnë nga shtetet e Evropës. Jemi shok, jemi miq, mirë po unë për veti gjithmonë i mbaj parimet profesionale. Nuk munde me thonë që tani vetëm duhet t'i kem 20 tenist, ata tenist mund të ndërtohen, vetëm unë për veti du me qenë të kujdesshëm, të zbatohet me program, çdo javë të ketë të jetë plani stërvitor. Kështu që unë brenda këtyne 3 viteve dua ta përmbylli që janë disa ngritje të mia profesionale, se unë puna ime si trener daton shumë ka herë, mirë po unë e kam kultivu punën time me programe shumë të sofistikume në atë aspektin të trenerëve botëror, edhe posaçërisht me ligjëratat të cilat i kam viju dhe ka qenë për mua kënaqësi, kështu që unë si tenist dhe si trener kom fillu gjithmonë profesionalisht të ngritem dhe jam falenderues nga Fakulteti i Edukimit Fizike, posaçërisht dua ta them një zë shumë i fuqishëm i cili gjithmonë ishte i pa rezervë sa i përket që fjalës profesori Florian, dekani tani që Toni e ka vendin në sportin e tenisit dhe ajo është bë realitet. Unë soi të jam aty ku duhet të jem dhe vazhdoj, kështu që jam krenar edhe jam shumë falenderues. Edhe diçka për fund, Toni, më intereson me ditë pse don me ardh fëmijët të paktën një herë me provu tenisin. Çto të mirat e tenisit pak a shumë i preken në disa prej pyetjeve që pata, po më na tregu kështu prerë dhe sakt cilat janë çto të mirat që i sjell tenisi dhe pse do të më ardh një çik, një djalë i ri me provu të paktën për herë të parë në një sport që është tenisi. Po, gjitha sportet e kanë efektin e tyre në zhvillim fizik, motorik edhe psikologjik. Edhe tenisi është një sport individual, mirë po aty mund të përfshihet edhe fëmia të socializohet edhe në grup, ku janë të mirat në një anë lëvizjet të shumta në aspektin siç e se ka motorik, pastaj edhe lëvizjet koordinuese këto fëmijët e rinj domethënë i zhvillojnë ato aftësi, mënyrën domethënë të drejtë duke filluar nga ecja, pastaj edhe nga gjitha si themi edhe të sistemit si themi edhe kardiovaskular edhe respirator edhe gjitha ato fëmiu këtu i merr ato domethënë të mira duke gjetë kënaqësinë.
Gjitha ajo që fëmijëve ndoshta i tërheq është një sport që është atraktiv, duhet të vrapoj ndaj topit, ta shpreh një lloj, si të themi, imagjinate për taktikë domethënë të lojës, dhe në qoftë se gjitha këto elementet është trajneri kujdesshëm që ai të mos lëndohet, zakonisht zhvillohet ai fizikisht, që unë kam prioritetin që të jenë sportistat dhe fëmijët të shëndosh në pikë pari, edhe unë gjithmonë jam pro që të mirën edhe me sportet të tjera, sepse vetë kam qenë në atë rrugë, në gati shumicën e sporteve i kam lujt, edhe ajo më ka ndihmu mu që çdo, se themi në aspektin shkencor, çdo fije muskulare, çdo të kem të zhvilluar në mënyrë natyrale, edhe gjithmonë energjia pozitive ka ardhur domethënë pastaj. Këtu fëmijët ndoshta vinë paksa të brengosur, mirë po pas stërvitjes dalin gjithmonë të gëzuar, sepse këtu lirohet energjia, kjo është domethënë efekti. Pastaj ato të mirat që vinë, se gjithmonë e krijojnë një vetbesim më të mirë, edhe janë të suksesshëm në shkollë, po ashtu ka të suksesshëm edhe student, të cilët mirën profesionalisht, janë shumë të suksesshëm edhe në studime, kështu që të gjithë fëmijët i kanë këto që përfitojnë nga tenisi. E posaçërisht pastaj edhe nga puna ime, po mënoj të cilët dalin domethënë të kënaqur me elemente të përsosura që gjithmonë unë e ndaj prej kategorive, jam gjithmonë në bazë për programit për kategori. Paka shumë jetën folëm për tenis, që është dhe thashë në fillim që është edhe koha për këtë sport shumë të bukur. Këto ishin pyetjet edhe kjo ke intervistat, kisha falenderu që na ke prit në fakultet, edhe besoj që për sukseset tjera dhe për gjëra tjera kemi taku prapë bashkë. Faleminderit shumë, Jonik. Këtu e mbyllim këtë intervistë në objektin e Fakultetit të Edukimit Fizik, folëm për tenisin, ndërkohë për fund falenderojmë sponsorin e sportonit që është IPCO, e ne do takojmë prapë bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO.